dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që jeni për çfarë që jeni me të më thonë se po jo kishin e përshëditur çudita po pat ka diçka ka prej aty ne domethënë që sikurën edhe Fiona kena vendosur që këtë ditë shënume me shënu këtu po duke punu i pash edhe ata në parlament ishin zgjuar më mëngjes ishin dal pak edhe ata me punun ashta kanë përfunduar tash kanë po ju kish rokes masane i pash edhe do që kanë bë deri në Selanik me bë 4 motor 12 me pas fatu ka. 12 edhe 14. Fatu ka mi po për 12. Po kish prej atyne që kishin me edhe den 4 motor. Po një kolon, bre ju ka rame nejt në kolon. Nëse qef një shku për zër. Na jena këtu ju presi me qef. Po qysh, po dhe qefe vish ata kanë menu për 5 orë, kështu që duhet normal. E po tash se. Ka rame nejt, pak kolon. Kur e din që për një maj është kjo gjendje kështu, domethënë mami nuk nisësh kon tok bashkë si çifti jam edhe joti. Bile edhe aty me kufizime se s'munësh me kalu me vetur. Shkon Kallabllak. Po dhe aty Kallabllak plus autobusa, domethënë nuk di ç'i kanë çu deri në ngërmim. Po më intereson atje ç'është është gjendja, nuk e pash as një histori paktën prej do në fartpije pjatetas ka pas diçka në rrjete sociale. Jo bre nuk pash diçka alo. Shumë keq. Jam i janë me materialet në shtat. Jam i dëshpëruar. Nëse i përshëndes krejt që janë me neve në këtë momente, që janë në territorin e Republikës së Kosovës edhe në territorin e Prishtinës në këtë momente. Uroj që keni pas ditën e mirë. Ka qenë një ditë për mushijucim me një kafe të mirë kudo qoftë. Me familje, me shoqëri, ka qenë një ditë e mirë për piknik. Kur do të keni vendosur me shku? E vërtet. Tash këto vende të vizitohen shumë. Ka qenë edhe është ditë e mirë edhe me punusat. Po, më reqëshjoj, përshëndes këtë kolegët e mediumeve që janë në punë në këtë momente, këtë gazetar që në për terren të përcjell faqat ku dëshiren. Mshel më ata, mshelin edhe barnatorët që çdo. Po, dhe ata janë punëtor pse? Okej, a më thash diçka ka në vetë ka një në shtatë kujdestari, po do të më hulumtu. A do të më dal kështu mos i. Normal, me bujiro pak. Okej, se tash ka vlladhim të adhamit s'ki do të me shku me filmin diçka. Dashamir të pushimeve dhe lidhjes së pushimeve. Sot e kemi një temë bashkë për juve. Sa jemi punëtor? Shtrohet pitja. Pitja? Po të ngojmë një pite që të një lumi bi edhe fifi taj. E këthejmë ju të regojnë asa jema. Taj. Po nuk po du me përmend emra. Po Fifi është njëna prej atyre artistëve që është ka prodhon vazhdimisht, her mirë, her keq, po të paktën nuk po largohet, nuk po i mungon skenës, është në kohën aktive edhe është aty. E kini zo, do më thonë, sheqer. Faleminderit. Apo fumua Fifi? 2 javë, Fifi, si thënë, do më thonë njëri të 2 javë. Amon me knuz di. Nga t'ju tregoj. Posa për radio, hajt. Petrol Company po vazhdo me pas super çmime në Çaklavic, Eurodiesel 1.13, benzina 1.13 në 2 anë rrugës atje punohet, por ndryshe për juve që dëni mu bo pjesë e lojës për blyse, Petrol Company ju mundësën me u bo pjesë e lojës për blyse, qysh në Facebook i keni krejt informatat dhe çfarë shpërblime ka, pra aty mundëni me i marrë informatat qysh mu bo pjesë e lojës për blyse, a derivatet i merrni në cilën do pikë të Petrol Company, po në Çaklavic më sarani me shku, sepse aty i keni çmimet më të mira. 1, 2, 3, çet telefonata. Alo, përshëndetje. Alo, kush po punon? Përshëndetje, Arsim Shoki edhe Fion. Përshëndetje, Ahmet, vish pak Ahmet, se unë ka shkru një anë i qëto. Lind, të përshëndes shumë, po thot, edhe unë e këne jam. Do më thonë, edhe Lindi ka të... Lind, a jetë të puno, a vish jetë të në dëgju? Vish që ta të regoma? Se këne i bjanë më konë në Greqi, në Shqipni... Ja, këne i po thot, kësajde, këtu, po thot, këtu është ofër Prishtinës dikon. Qëma lokacionin. Edhe na emi kënej. Qëma lokacionin të atim pëje. Hajde Ahmet, të regora ti, qka me ndonë? Ja, mas pori tu me të regu para juve ke Linda, te Linda. Oj, qiti do bisku, ta muhef të menja më kontent që aty nga të juve, që aty e t'ja marrë dhe ti ose. Linda bon edhe shumë recetat shëndetshme, kështu që është mirë me përcjell Ahmet. Shumë, ane kur del të lumi puna, peshkin atë. Po, s'degoja me të kalzu. Po që është e vajtu, Aden, është e vajtu të më dhënë pas ka godit tëllë në zemër Ahmetin. Ani të se keni ushqimet mira dhe atje, mos i ka një ka të shumë. Po me të lumit buna nuk ka. Me të lumit buna s'ka. Ta ma 100% fresk. Si kom provu. A jemi punëtor, Ahmet? Pa ma i Fion, ma mermenja jam se që
pesi që jam në Gjermani 8 vitet 1992 kur nuk jem kon pa punë. Ti si kon kur pa punë personalisht? Kur si. Po ti po vlet për Gjermani. Ti po vlet për Gjermani. Unë një dhe shumë shqiptar po të regoj, na shqiptar jemi përgjithësi jena shumë punë. Okay, po i referosh shqiptarëve në Gjermani që janë goxha punëtor, a? I veç dhe, ja dhe në Zvicra, nena veç deshta me të regu diçka që punojna bile pak ma tepër se që dohet. A e kërkon puna apo ju thjesht jeni ma kërkues, ma punëtor? Jemi na pak ma shumë. E di se ka shumë shqiptar që i qelin firma, tani punojnë pak ma tepër, bojnë pasunimat madhe. Aja kur do në firmë tani me pas, aja është shumë normale? Nuk punon kërkush për ty, pa punu ti për veten ja. Sa orë në ditje i bën punë për afërsisht Ahmet, se po më intereson. Ja, unë arsem që 30 e kusur vjet që jam, si të bëhet 7 ja filloj, në 4 e la, premtën e la në gjysë një, për porën 12, që tash që një 4-5 jam që të firmën e mram, në gjysë një se kur. A mund është me zgjedh, do me thonë kur e përfundon punën, a? Orë punë? Po fjoj që tash vorët firma pe firmës, se firme nuk e ka pos që nuk e ka pos qëtërore, ka pos 5 dhe 5 edhe prëntën e ka pos gjustes, po unë e thash nuk vim me këtërar, e du qëtërar, unë ja kum nis, tani ja ka nis edhe ata punëtor se ju ka pëlqy ma mirë gjës dite me lanë, edhe që tash jem komplet jem këtyn këtërarin të. Okej, do me dhënë ti fiton, a sa punon? Ha? Tash, po me sa? Po, okej. Na e kemi obligimin e kemi ka shumë firma pe 36, 38, 40, ma shumë se 40. Asa e lejon ligji punës, po? Nuk i obligim me shku me punu ma tepër. Jo, po dhe nëse shkon me vedëshirë të pagun, s'ka qare pa të pagun. Po, normal, po. Ose tjerë, ka shumë shefa t'japin dorë, po ka dhe që të qesin rrugë që tash ti do të me bollaf me ta janë dorë, ja kështë po. E tash këtu lind një tjetër temë, se atje vetë kompania të pagun ekstra nëse punon jashtë orarit, është diçka që te na është, domethënë, shumë absurde punëtori me kërku hisën e vet, edhe nëse ka punë jashtë orarit. Shefi nëse sheh se si tu e lyp, nuk e bën zo. Edhe thot, lut na thot a ki mundsi thot me orë çtunë. Lut na thot a ki mundsi. Jo me orë. Jo me thon s'ki çore pa orë, ja. Po. Ato jo se e ki këtë që e mush jep në shkrem që shikojnë kësoj. Kontratën e kontratën 39 orë, edhe ai thot lut na a ki mundsi. Po, e kuptueshme. Faleminderit Ahmet. Edhe një të tregoj që nuk ju me thonë nëse ju thuj ju, a? Ece. Ja s'kam ku, ke drejt. Do tani me po mi thon, nuk do të me vet gruan ata mo. E çfarë kanë më shumë me kuptim, a? Po krypon, ti kanë më thotë kanë gruan ata. Normal. Ahmet, përshëndesim ditën mbarë sot. Edhe unë një përshëndes, edhe kokëshevesh, diçka mrekullueshme. Jena bo me lule. Jo, s'marrë që me gërmin, jena kombinu. Jena kombinuse. Ahmet, po i thu të cimit, apo? Jo, ty. Jo, mërë ty e qfarë cimit, s'jem të po. Jo, thash. Se po, se vish ty të këmësit, po. Që tash s'm ke po, aleo mu se t'kalzoj, nese. Faleminderit, përshëndesim shumë. Lind, kur shkon që si vene, tjera herë na thirrë edhe neve, po se ma dërgoj, është të na ndëgju, do më thonë është për momentin Prishtinë, dalit Prishtinës, edhe po thot jem të shku një unik me marr malin. Për ndryshe po Uniku është një vend shumë i bukur për me shku me marr malin. Mali është për momentin, do më thonë, qindra mira, sa mund të mi pas më relindaj, ku me ditë, më nësaj ka ku e din kë. Jo, tash apo i referot na i malin a i fëmije, a na i malin, kështu me marr malin, me druj kështu. Nuk e di me ka një vetur, veç nëse je me që ata që po me ne une për qafe shumë. Pak si me kujdes malin. Go Plus është pija energjike që të vynë edhe ty edhe ata që dojnë me shku në mal, po edhe me pas shumë energji edhe me marr malin, sepse mundesh me marr edhe një vetur, sepse po i dhurën 16 vetura Avatar 12 ose një 8 në Kosovë, 8 në Shqipëri. Qysh me u bo pjesë e lojës shpërblyese, e keni shumë thjesht loja goplus.com, aty shkoni edhe dërgoni kodin që keni nër kapak, edhe boni pjesë e lojës shpërblyese me fitu këtë super vetur. Alo, përshëndetje telefonata. Alo, përshëndetje shukron. Ko, përshëndetje gaz, si kalon? Mirë, ani lodh. Jo, pak gaz, pak, nuk jemi lodh, se do me thonë ka qenë, ashta pak na ka ndiku kjo dita se ka qenë pak ma qetë, po e kum prit që ka me qenë shumë ma qetë në Prishtinë, për ndryshe, jo, ka lëvizje në rregull është. Super. Gaz, nas kena dash me bote për një mojnë, se do me thonë s'ja vlem, po dojna me ditë se sa jemi punëtor, sa po ta merr mendja ty, u ndisu prej vetës, sa je ti punëtor. Na si shoqni, dhe më thonë, për shqiptarë dhe i bona 32-3 jetë, jashtë, dhe më thonë, shqiptarë që më punëtorë si popull.
vetëm se duhet të pas njerëz që udhëheqin, njerëz duhet të pas presit me qenë të mirë. Sepse janë shumë punëtorë. Domthonë çdo statistikë në Gjermani dalin që janë një ndërfunksionist më punëtorë që domthonë nuk hine për sociale, nuk hine për... Po nëse s'është populli punëtor edhe me pas prisin që është punëtor e lyp punë, do të thonë ti s'mundesh me qenë punëtor, apo? Ka humbë vullnetin për shembull, është nuk i çore ti për shembull se kena hon politik shko, kena hon politika zon po. I dhe mi thonë për shembull, që është të vret shpresën, për çdo ditë që mojnë humor me njerëz, për shembull, në Kosovë, ta koshi të nehrave, domthonë, u kone nevojshëm sa për ta. Nëse se s'po du me i atjo në zdip se po e nani. Jo, më sen se nuk e s'du me diskutua ne. Ani plus jena tu fol për punën, jem tu fol për punë, po. Për punë. Edhe lloj shqiptarë janë shumë për punë. Sidomos këtu, domethënë edhe në media shkohet që shqiptarët janë funksionistë më punëtor, domethënë që nuk marrin social, nuk domethënë janë shumë të angazhuar. Që tash dole një temë tjetër. Më thonë shqiptare ka dhe prej atyne, se na e dina që ka dhe prej atyne që e shfrytëzojnë atë mundësin i iken, janë edhe disa i kena do demela, mos me thonë që jena krejt punëtori, i kena edhe do demela, po do me thonë përgjithësi jena popull që e dojna punën, a fillojna herët me punu mëre, po mendoj në mosh të hershme me punu, që ka po ta mërmeni aty? Unë menoj që po. Në çfarë moshë ke fillu ti me punu? Po më interesën, kur e ke marrë rrogën e parë? Rrogën e kom 19 vjetë. 19 vjetë, vonja pas keni. 19 vjetë. Vonja pas keni. Unë kom pas 3 vjetë për voj. Unë e 4. Po. Ja, unë më qasë rrogë normal. I ka pas sa në të gozim, se kështu plasë. 4 vjetë për voj punë i kum pas gazë që atëre kur ja pas keniste. A mu na këna punu jashtë litë shumë se me kështu. Jo, për nëse na këna bodhe punë vullnetare, se tash ka mundësi mu bodhe punë vullnetare dhe shumë mirë që disa prej institucioneve shkollore këtu qoftë private, qoftë edhe këtu shtetërore organizojnë punë private që ma merr mendja që të pjek për me u bo një farë punëtori nesër. Absolut. Unë vetë që më krenar, që për shembull gjithmonë shkruhet kompanitë shqiptare janë shumë të preferuara. Dhe shqiptarët si punëtor janë shumë të preferuar i tregun gjerman punës. Do të thonë, nëse një gjerman ta bëj edhe një pyetje, edhe për të përshëndes. Nëse një gjerman ka mundësi me zgjedh mes një firmës ka me ndërtu diçka, se e di që firmat e ndërtimit në Evropë, sidomos Gjermani dhe Zvicër janë shumë famshme për punën që e bojnë, për jo për diçka tjetër, por domethënë janë shumë punëtor. Nëse një gjerman i ka një 3 oferta, edhe njëna prej tyne është shqiptare, ata mërmenja që e gjithmonë kësaj shqiptarës që të nderin punën, nëse i plotësojnë kushtat 3 njësoj e kam normal, 3 unë garantoj provojnë që kam edhe lidhje që i kina në kompaninë tonë, kompani tjera, do më shqiptari ka lënë zakonisht 99%. Okej, që kjo është shumë interesant dhe shumë e mirë, Meni. Janë shumë fleksibël, se shqiptari shumë për shembull në ditën e shtunë në kohë i rast. E kryen punën. Të tjerë nuk shkojnë. Si priton punës. Faleminderit Gaz që na ke thirrë, ke mrekullueshëm. Ciao. Ngon Gaz, o Gaz. Faleminderit. Përmetor zoni mirë, ashtu që e di unë që dosh me pas ti zonin, mos mu merr me politikë mo. Okej. Vesh mos e përmend, domethën politikën janë një muj ditë, kështu që kemi ndryshu. Më rrit. Jo, s'po mani ku e rrit, edhe unë më rrit, domethën. Mu kanë sill në përkohë që ne këta politikës po javë kumbo krejt veks. Mirë gi. Kalofsh mirë, faleminderit. Me vend që me sot mos me shku atje, po me marrë një bilet. Marrë një bilet me shku pak dhe në pare se si shbonomi me shku me pisat të dekuma. Prishtinë, Basel, kush ka Ahmetim duket për Basel ka kërku bileta që. Ja shili gojen apet ja. E ka kry telefonatën për çato. Okej, pa që tash veç kur të më shkruan. Ja, s'munat. Ani më shkruaj skuadin, veç më stir. Unë vizin ja lo. Prishtinë, Basel, Prishtinë, Düsseldorf, ka shumë vende, shumë shtete tjera që mundeni me udhëtu përmes Prishtina Ticket në Gjermani, në Zvicër, Sloveni, Suedi dhe Luksemburg. Edhe Parisi tash është në lidhje direkte Prishtinë, nga 4 prilli ka nisur kjo linjë e re. Mirë kishim najt Parisit. Nuk di pse s'pemenojna me shkum Paris si mas pari. Po thua? Po. Ishim vesh si franquza. Po. Tani shësher. Kështa e fjolla bre më në gjesë. Arsimi i Paris. Po. Ta kisha bu një epizod. Një parodi e kishim bo. Bashkë kishim shku. Arsimi në fjona i Paris. Po. Nejse, PrishtinaTicket.net është website ku du të me hy edhe me i po gjitha fluturimet qka? Po këma i varë. Po këma i varë. E këshëm lju ka pak nej diçka që, po kish bo. Ose ja përmena.
Se mos ju bëhet hapsa aty. Mos ju bëhet hapsa, jo tjetra. Po dhe kena hongër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, veç sa jam në Gjenev. I ka fje? Se qa ke lyp Gjenev? Ka marrë me vizitu familjarët. Sa mirë, pas ke shku dhe më thëmë për vizit. Pas ka kësit që s'kan shkucim në Përshëngjina Dursa, po kanë shku në Gjenev. Na eftofe, që jam rinë falë? Basrije. Qysh po galon, qysh shkoj udhtimi? Mirë shkoj udhtimi. Për sa orë ke shku në Gjenev? Për 1 orë 50 minutë. Dikush kish bo 12 orë dhe në Selanik? Dhe në Selanik, ke për 1 orë shku. 2 orë. Ne, se më vjen keq, seriozisht. Shkujt jam jeti. Temën? A temën e kena, a ba mirë këtu atje? Tema është kështu, sa jemi punëtor, Lema qëto, a ma mirë këtu atje? Ma mirë se në Kosovë me marë frymë shlish s'ka. Po, mërë që shjo. Qfar fryme? Dzez, a e rëzi dhe më thonë. Pese, po. Ojnë e tanë, venditës tonë Po mirë dhe cilës vendlinja që nuk po din një institucion me ta kriju, nuk po doni një institucion me ta kriju, cila vendlinje, cilët njerëz? Hinon politik. Sa jemi punëtor, kjo është tema për sot, sa jemi punëtor, shumë punëtor jemi, ka 8 herë provojna me i bot njëjtë atësane. Alo, po. Punëtori jëm kam pesi këm pas 7 vjeqare. 7 vjeqare, të na eftofe. Qka ke punu si 7 vjeqare? Si 7 vjeqare, punë të katunit, nata në jëm martue, që 32 vjetë me kuzhin si jam arndur kërkojna. Që të i bëjt gjithë me vullnet. Gjitha i bën me vullnet, se nuk do të thotë që i bën është ta mas mirët, ja? Se ka plot gra shqiptare që gatuin shumë mirë. E sojën të thonë, po se ke po, është pak, kjo me badin, do të këgja vetë vesti me thonë. Okej. Ju përshëndes me gjithat. Faleminderit gjithat mirat. Ngëm, te kush je shku? Te kush je shku? Sa familjar dhe tha? Jo shku të vloj janë. Te vloj. Atë priti mirë Allah ile. Po normal, vloj më pret mirë. A është hera e porë që po shkona, po? Është hera e dytë. A hera e dytë, kallëzoj për tretën. Faleminderit shumë përshëndes. Mire pas mas ju shku për shdyti. Ju përshëndes. Pengu si pa. Tung, faleminderit, kalosh mirë dhe fala akri shqiptarëve atje. Për ndryshe, po e ka kënë një super qytet, kështu që shijaje, dhe kështu atje që dhe lujit e naltë është e qyteti, po. Po shumë bore atje, garant. Po, që aty e atë fjallën e për kufizime. Që aty ka dole, ajo, që aty mene që ka dole, edhe ato është disa metra. IPCO është të ju dhuru mundësi juve që doni me ble televizor me 24 këste, pra ata që kam pakon prima. Për ndryshe, kur të më shkoni dikon, mos harroni internetin e IPCO-s, edhe me bona e farfoto, pse jo, dhe me na dërgu, edhe me na telefonut njëjtën kohë përmes të internetit të IPCO-s. 049978 për komunikacion s'po folim, se është gjithë shka në regull, është qetë, në këto momente nuk ka na e farë pjesë që është engarkuar, nëse është e kënë, ndërta ju mundur me na dërgu foto dhe me na dëshmu, me thonë që se qëtu ka kolon. Që na në qka o kjo foto? Na ka dërgu një foto prej Lucernit. Mo që na mos të na provoka. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. O, sa disë fa qyteti është. Kush na përshëndet? Po, bëna një mirë. Mirë, faleminderit. Kush na ka telefonu? Për parimi. Për parim si kalon? Shumë mirë. Qyshe ke pas ditën sot? Ditën sot. A ka qenë dita e mire jotja sot? Shumë vronë. Vronë, po deti vronë, koha nuk po vesu me koha, po dita jote a ka qenë e mirë? Dita vjen, dita shkonota vjen, dita e... Mire kiti, dita vjen, dita shkona. Jena punëtor për parim na? Po, punëtor jeni shumë. A punon ti shumë? Po. Po më vjen shumë mirë, që sa vjetë punon? Që 30 vjetë. Që? 30. 13 vjetë, apo? 30, sa vjetë i ki? Sa të unë dhe 42. Po të shok, 42, të më thoni a pas kenis me punu shumë mirë, apo? Po. Po më vjen shumë mirë. Për parim, përshëndesim shumë edhe të falenderojna. Allah i rrështë. Tung, kalosh mirë. Edhe ty. Që noni reagoj edhe me një foto tjetër, kështë që këtu kur të vini du të migroj. Pre urës në urë që ajo, na dërgoj foton kështë kur të vini këtu du të vish me bicikleta, atin, se ma dërgoj bicikletën. Cilën ma kelon mu? Ka shumë shkollë, ka shumë përpjedzë aty shkollë bicikleta atje. Qeta atje është veni, do më thonë është pedin, jënë do urat mira, uj, pak një kodër, po i kam but ashtë elektrike, e ke pos ke japin sër shumë, vëz, si me migro një vespës. Pa të rrasë gjuha dhe i poshtë në përducenë. Si migro vespës, po kuptën, i kam but ashtë pak i gro, pak të shtyn, pak i gro, pak të shtyn. Po, anin, që që nanë, nëse mund është për mu e fionën na i vespë, ma letë e kena.
s'na lejojnë, na dalim rrugë. Ka rrit ligjet e rrepta atje. Të rrepta i kanë, a? A nëse na musafirjena, për musafir do të me lëshuren? Që telefonata? Musafiri dëndru? Tonë se po nërë? Kanë thonë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Kujshikja. Hajde, Kujshike. Qysh kalove sot? Mirë shumë. Arbria mirë, qetë. Qetë, mirë. Ka nis me hje ka pak... A ke pas na i plan sot, a kina i plana? Jo, dikur në shta dalë pinë kafe që të minimax, tjera plane jo. Ani të fala. Kujshike, të regona, a imi punëtor? Ka të ofert aty. A imi punëtor në asi popull, qka me ndonë? Valoj bre, ka punëtor edhe ka pa punëtor. Ka të gjitha nga pak? Po. Ama një përkufizim tash, a jemi as jemi? Jo, jena punëtor me dasht. Me dasht? Po. Dhe me thonë nuk jemi, por kishim ujt me konë? Po, kishim ujt me konë, plëseq. Kemi do me thonë aftësi shumë a shumë se sa kjo që ndoshta jena të edhon tash, a? Si jena të edhon maksimumin, përgjithsi kështu si popull. Maksimumin duhet me edhon, përjashtuar disa fusha, dhe mos ka teknologjia, ka të reja shumë. Po. Shumë të mirë. Ka edhe mujnë me qenë, me konë punë ma shumë, me konë ma... me him punë ma të mira, ma të sinqerta, ma për venin e vetë, Po, mendoj që ka pak përparimcim drejt asaj që mi kërku drejta tona, dhe pse shumë pak kisha dash shumë a shumë. Po, veç duhet edhe pak. Edhe pak. Ma organizim mirë, ma si që me konë. Organizim, i pam protestat e fundit, edhe sot ka pas protest për drejtat e punëtorëve, dhe i pam sa persona kanë qenë pranishëm në atë protest, dhe më thonë është për me artë keq. Po s'ka pas kush, se autobusat për Gërmi edhe për Selanik, jënë konë plot, s'ka pas kush me dalë në protest. Jo, se ma shumë kanë dalë jashtë që kanë e të një protest. Na jemi patriota të Facebookut. Po, realisht. Ma shumë. I kojmë atë kafet ka 2 euro, gjithë ditën edhe apet shkojmë e pim. Po, mës me dalë në Gërmi, mës me shkuen në Bog, mës me shkuen dika ma largë, më shku kretë në Prishtinë. Amo mës me shfrizu që e të rast kur me shkuna në përshpërshpërshpër. Pse mës me shku? Ku? Pse ma mirë është në venin e vetë. Po të baj veni jo, Boga është veni jam. Po pra. Qka i vitët venin vetë duhet me atë përkushtue. Okej. Faleminderit Kujshike, të përshëndesim. Ditën e mirë, kalofshin. Ditën e mirë, tung. Mos harroni me shku në Autotrade, ata nuk pushojnë asnjëherë, çdo ditë keni të hapur, edhe mi pak të Toyotat e jashtëzakonshme. Secili model e keni me nga 10 vjet garancion. Janë për bukuri mos flasim, cilat pëlqen ty më shumë? Për momentin. Mu më pëlqen për momentin, kështu me tregu drejtën. Për momentin. Heq mos me ase, është Yarisi GTR-i. Yaris GTR. Po. Është verzion më sportiv. Po GTR. E po ashtu një bukur në ngjyrë kafe, Yaris Cross. Çaj i vogël është krejt, çaj më pëlqen më shumë. Sidomos për qytet janë shumë të përshtatshme, po nëse edhe për ulçin e për turist bojnë. Ai nuk është veç për qytet, do të thonë, ai është po. Plus ju kurse në xhepin, sepse janë vetura hibride që rimbushen vet përmes baterisë edhe gomat. Ç'është funksionon? Gomat e rimbushin baterinë, a? Tu sille mush vetën ai. Kështu tu frenu, sa frenon ai mush vetën. Tani teknologjia më e mirë hibride. Interesante kishim boshë 100 vjet këta. Që ta është të fundmi para një shekulli. Nëse shkoni në Toyota edhe shikoni, provoni gjitha modelet edhe merrini si cilin model që e doni me 10 vjet garancion. Keni mundësi përmes bankës me pagu ç'është doni plus 3 vjet asistencë rrugore ku do në për Evropë. Çka po doni më mirë? Shkoj tha doktorin në Japoni, pak atje më mësuan një pi Kosovës tha. Ku tha u lodha? Kanonor tha mleshin salla, den. Japan, tu punu kanonor, pja bën këtë tjetër, tha o tu kanë rruvi si ke vrejtit, që atin kështë ftyrat e njëta. Po ndru drimi, ku me diso, pa po në meta kanonor atën. Va thonë jënë popull shumë punëtore, vërtet është. Alo, përshëndetje. Përshëndetje juve, përshëndetje Sadiku për në Rogjis. Sadik, si e si kalon? Mirë, faleminderit, mirë. Qyshe ke pas ditën së do Sadik? O mirë, si njësoj, jem pension para koshëm thuja së do ditë që ashtu si njësoj. Po de po, mirë ka qenë do më thonë. Po mirë. Një dollë pak kumponu kam një farë kam shtëpize ofër një licenit, kesh pak me... Qka jetu thonë pas në shok të ngushtën e ty? Më thonë, ti po dilshe po bëjshe kësi kamp, kështu po dilshe rane e këni. Po. Va. Që po të ftoj qita është? Kur qëtë rruga këne lere që je në të tumë të onë. Ngëm, që po të ftoj me 7-8-9 gusht duesh me qenë në Kosovë.
Për arsye se kam u majt një festival jashtëzakonshëm, ka qenë viti I parë, si vjet është viti I dytë, edhe aty ki njerëz që bojnë kampe, që bojnë pa kajake. Soni Hill aty është? Ja, jam tu fol për kajak festin. Ne shkojnë në Soni Hill 1 2 3 tani 7-8-9 shkojnë atje në kajak noçëm batllop. Mirë. Se djole kanë dhirë biletën për çete festivalin këto Soni. Ngam. Hajde bashkë me djalin. Me veti vini këtu tani. A u bo? He ç'është kallzëm, a jena popull punëtor? Sa mirë që po vinë për festivala. Ka dalë sa dek se s'moj pa e thonë edhe qita. Se u merë shumë mirë, dhe më thonë që djali e pas ka nxerr biletën për me orë në Sani Hill, edhe po më vjen mirë që dhe më thonë Kosova tasht e ka dhe një diçka tilt për me ngret rritë e trejat prej Evropës me orë dhe njerë në vend. Shumë e mirë. Që për një kohë gjatë, I kanë ikë paka shumë pushimeve në Kosovë, se përveç vizitave familjare nuk kanë pas që ka me bo tjetër, tash janë një arsye. Sa mirë. A jena punëtor? Cim borët për venit ku jena. Borët për venit, na në diaspor na çkyhum të punue. Na këtu po rrina, po ata merr mendja që rrina na. Jo dhe në Kosovë qëre, nuk po thom që s'jam këtë pa punëtor, veç edhe qash punëtor nuk janë. Pse po thu? Pse e ki që të përshtypje po du me ditune? Si qytetari Kosovës, do banor. Morëm shembullin e për shembull e Gjermanisë. Ku kon Gjermania me njerë mas tufës. Jo, mos u merr si shembull, tregom ti mu pse ata janë gjerman, ai janë shqiptar. Pse po mendon që populli shqiptar në Kosovë nuk është punëtor kur del jashtë është punëtor? Cila është arsyeja? Po nuk sa ja është jasht. Çdo lloj pune në Kosovë nuk e punojnë. Shqe unë jam diaspor prej kur e kam kryer shkollën e mesme. Okej. Domethënë. Çfarë pune ke bën nëse s'është sekret? Po ka thënë në Itali kam punuar një punë që s'ma merr që punon dikon në Kosovë. Unë kam punuar punë kanalizimit në Itali. Okej. Ka plot prej atyne që punojnë. Edhe ajo punë është po. Dikush do të më bëj. Po punë është. Edhe unë e di që ka këtu që e boj. Edhe festën e një mojt qëre shtetet skandinave nuk di s'ma merr që ko në dikon në botë që I plotësojnë drejtat e punëtorëve në Skandinavi. Po prap të dalin, do shoqata dalin të qendër bëj para shtëpisë. E gjejnë në Behanë edhe ata. Do të mjaft të rjek veshin aty në mi thonë, "Çre, mirë keni botë këtu, po çtu e keni lënë kesh për mison edhe çta." Edhe prap do të protestojnë. Unë jam I rrethit Mitrovicës. Këtë Mitrovica quhen e shkojnë natë në Bajgur, e me skora, e me fest, e me tupona, e çka po festojnë. Po festojnë që atë ditë po zhëm që e kanë, se s'pe kanë që. Nese, unë nuk po du mi jasoj teme, se për që ata tash nuk e këna bot pes temën, për arsye se, do më thonë, mu më dokot si fest, zdi, pse, ekziston mas parit të na. Nuk ishtë dashme, ekziston të shumë festa tjera që I kena në kalendar. Ata e vish një përgjigje shpejt për pyetjen që e bone. Ja, mës maja pesja tja Sadiku, se më jasë, në poheci. Se atje japin zërë ma shumë që the në diaspor ku dalin, di pse, po thash Sadiki mës po ma thët, po s'ma tha. Që unë po ja thëmë, se atje të vlerësohet puna që e bën. Edhe paguhet. Po që vlerësimi kur thëmë është tek xhepi. Ata tash mos po ma thot Sadiku se unë besoj që jena punëtor të mirë. Sadik, po du mi ju referu një taksist I dje që ma ka thy zamrën definitivisht, një burr në moshë shumë të shtyme, edhe tha, unë e eca, thash pse bre? Tha jo, tha eca me të 15-in, tha e kom bo biletën, tha dhe shkova. Thash po pse tregom, thash më fal që po të pyes, po sa e ki rrogën, çka punon tek ban? Tha unë e punoj tha 12 orë, tha edhe ai marr as I marr 500 euro në muaj, shtrohet pikë pyetja, tha të cilat 70% I harxoj gjatë orarit të punës, me hongër, me pi, edhe për nevoja të tjera. Edhe na I dënim që me. Tha edhe nuk muj me çu kur gjën shtëpi. Edhe kjo tha, do të thonë, është jam në një rrugë tha pa me një mur përpara. Edhe eca tha unë, nuk rri tha mo as një minutë në këtë vend, tha që myt është të punu, ka 2-13 orë, tha edhe ta rrit zonin, e të pështron, e të ofendon. Nëse tash mos I him fellit, po ja kjo është arsyeja sepse jashtë punojnë më shumë edhe fitojnë më shumë. Kam shtëpizën, nisesh për Kosovë, vjen ta bojnë avenin kënaqëm. Jo me kam shtëpizën. Edhe mësoj me kajak disa vesh. Ajo është e vendosur në këtu. E pas ke vendosur. Okej. Aeroplanin me Prishtina ti ke dej në aeroport Prishtinës, këtu të marrëm na me kam shtëpizë. Përshëndesim shumë, faleminderit që na ke thirr. Faleminderit për ju. E keni videoën I shtëpizë që shtu me kamion të e bart në për qytet, po se di ku ken, çfarë vendi. Se pas na po. Komplet rrugën e kish blloku. Pas ka kam shtëpizë të e bajt kështu.
Enza Home në Çaklavic. Mos harroni me shku me vizitu, me përfitu në dhomën e Xhumit Dorian në tavolinën e ngrënjes që është edhe xheruese me 4 karrika që e keni në zbritje, dhe atë komodën me pasqyrë Dorian, i keni shumë produkte në zbritje dhe ato me shumë zbritje tek Enza Home në Çaklavic. Shpejt e në Albi Mall, pastaj po rikthehemi. Sepse s'ka femra zjarë fikse. Se? Qysh mërë s'ka ka? Për ku e ki fjallën? Atje në shtate ata? Nuk ka femra zjarë fikse. Ka. A je sigurt? Edhe cimit ka, a je sigurt? Se s'ka kush i prendesat drejtë. Që kanë morë me bu, se na se di. Tena është. Ka në shpia dhe i sot drejtë, a vëti të thot bon goti. Ja, a mur manja që sa po bën kësi komente, sidomos kur unë jam këto, do me thonë. Më keni lo pa gjumë gjithë Letash mësë më shtem me ta marri nati. Më keni marrë në qovë, më keni lo pa gjumë gjithë natë, për vjetë. Se qka ka ndodhë, qka të banëm? Po dje që e sektat farlojme që thatë nuk ka me shku me makina në gërmi, dhe tonë natën i ratit, të mënu vetën të thonë që ishtë kanë bequ tonë ata soqa, ato sene për flinja atje. Me autobus i kanë qu? Po, se trafik urban mundet me kalu. I kanë organizu marë të sene? Ja, shto këso. I kanë quni ditë për para. I kanë shef. A besator ku e në hollën e ty në kom pas. Edhe na që ti me patë me simi, po dikur vendosë se mos më marrë me atë qështje. Kush dhe që ka shku, letë knaqët, letë erujnë atyren, që ka është më rëndësishmja, kjo është ajo që ka unë e kom qeftë. Se për që mbledhen, festojnë, e gzojnë, nuk e di që ka kanë me festu, po... Ja, po e gore. Nasisht pushim, hajde dhe. Qështë do qoftë koha e mirë, sot ja ka vlejt me dalë në piknik, edhe ka pushim njerë, pse jo? Pse jo, bre, jashtë të kësor. E vërtet. Jashtë të kësor, a jemi punëtor? Këtu dhatje. Kërë ka pushtu Austro-Hungaria Shqipnin luft gjatë luftës parë botërore 1916 më do që atër o jo ndë fërë të qarkullojnë në përnet më në me këshyrë në qëse i bjerasi edhe thuhet do mojën ato dokumentet e kohës që kërë kanë shtru kërru dhe në Shkodër Lesh i kanë lyp me parë ka kërku punëtor asë një punëtor shqiptar s'ka mund me gjithë edhe shirë ata njerës të i këshyrë shqiptar tonë të i këshyrë ushtarë të Austro-Hungarisë të ndërtu kërudhën në për teritorin shqiptar. Po s'kan ditë? Bravo marrë përvoj? Qash punëtor që jena, unë po du me thonë qëre, unë po vëri për vej. A mos është pak e pa drejt me ju referu një historie para 100 vjetëve, kur nështa nuk kanë ditë njerës qysh me bo hekurudhë, s'kan po kur njetë nështa. A i kam po, si ka thonë, këta kujtje ti krymë punë të mire, kam po, sajt po. Kam po me prashite, me kosite, me krymë punë tjera. Okej, dhe da ju punë. Unë për veti po foli. Unë për veti fije në punëtoris jam, pik punëtoris jam, absolut. Ishala se puna në mu, se i lonë dur të puna. Për ka dhe shtash. Unë më duke të qysh, në kër shkojna në punë, në shkojna me menimin, hajtë se ishala nesër mësë bëvonë milioner, po bëj pare, edhe do më në kena një farë bindje. Unë jam të e pricimin. Unë e din so shpesh i vest njerës, se unë ndull me një temë shumë interesant. Goja është të kësor. Shumë shpesh i vest njerës të rrethin edhe shëshnin kanë herë edhe vetën e vest e qesë për para i thomë nëse më thonë, ati që për përmenin qatë euro milionin nësë po thomë euro milionin po nëse qëtë kishe ardhë puna dhe i kishe bo nja 5-60 milion i vest, qka kishe bo sa një parë është kisha najtë të ditë se ju mblodh kisha najtë më thonë kisha lonë punës mujnë më thonë direkt ja ata do të rratjen Tralltin ata që dojnë studire Po thoi kisha bo më kur gjo Kisha najt do ditë se kom nevoj me najt Qyre sinonimi i punëtorit për me tregu me fakte pse na nuk jena punëtor ta tregojnë ju tregojnë çtash. Hajde tregojnë atë. Na kur i ndihmojnë aty konat familjare ton që i ndihmojnë, ajo nuk është humanizëm. Humanizëm kur e ndin dhimbjen e tjetër, do më thuajt aty që se njeh. Edhe kjo është obligim. Na punojna vetëm për veti punojna, nuk jena fare vullnetarista, domethënë nuk e dojmë punën vullnetare. Në Gjermani këtu, unë i shoh zjarfiksa të gjithë për shtatë lidhur me zjarfiksa,
në për çdo fshat ki vullnetar, djalmosha të ri që janë duke praktikuar punën, të mësuar punën, janë zjarr fiksa. Domethënë janë gjendje me çdo moment me lo punën, praktikën, edhe me shku kur i thret nevoja. E kjo të na mungon, domethënë këtu dihet sa jemi na punëtor. Na jemi punëtor vetëm për veten tonë, domethënë kuptimi që na intereson vetëm egoja jonë. Jemi në gozë mbyllur, prandaj unë quaj se nuk unë përgjigj na zakonisht se nuk kemi punëtor, se me pako punëtor kishim menuar edhe për shoqërinë, për rrethin e gjerë, domthonë. E këtu na bim për provimin, që ky është problemi, se kështu vetjake kështu individualisht jena shumë punëtor. Ai një dëgjues sa më herë tha në Gjermani na morrin neve shqiptarëve. E vërtetë është që na morrin, edhe pse? Sepse kanë kompromis punë ilegale, gjëra të tjera me shqiptarë mirë është më kallaj. E Gjermani se lian, domthonë. Edhe jemi në gjendje me sakrifikuar shumë më shumë për me marrë ai parë pak më shumë. Ai tha na marrin për arsye se na mujna me zgjat orarin e punës për me kry punën. Po çaj se bot. Po. Gjermani nuk e bën, domethënë bën kompromise. Po, kërkoj fole se zgota shumë më thon për këtë. Mos speneçi punë zese nëse Gjermani e bën me shqiptarin punën e zezë, pi bën që dytë nisë janë. Se vaj pjesë. E kam mësuar dikon shqiptari atë punën e zezë. E kam mësuar Fiona, e pellë e kurrua tash pi bojna vetë. Po. E kam mësuar Gjermanë se dojnë porën, Gjermanë. Jo, veç tash tash se dojnë. Jo, dojnë. Veç që kanë punë pak më mirë se shqiptarët. Ti as toksor, domethënë me mujt sot e këshelon punën kështu, kishe punu kot. Ose kisha në shkruaj, pa mujt. E kisha në shkruaj. Pensionist parakosh me vetë, po pse jo. Oh, bresh shumë mirë. Nëse më gjejshën pjesa që e potencoi dallimin mes dhënies së ndihmës, që e përmendet i familjarëve, okay, dikon e ki obligim e ndihmu, dikon e ndihmon pse ka nevojë, dhe të qenit bamirës ose humanitar, domethënë ka dallim shumë të madh. Se një hiç ato. Po na gjithmonë i thonë jemi popull humane, bamirës në fakt i kanë ndihmu familjen e vet, ndoshta i ka çu parë prej Gjermanisë për një kohë gjatë, edhe thot na jemi bamirës humani. Jo, ai është komplet diçka tjetër. Po nejse. Se për temas në temë. Po, se kemi do të një bodës. Swiss Diamond Hotel Prishtina po ju pret juve që dëni me shku me u kënaqën spa, mos harroni sallat e mrekullueshme që i kanë atje ku mundi me bë çfarë do organizimi. Qysh dëni ju e ndresni aty, edhe nëse keni ndaj dasë mos harroni te Rubini me shku me marr një unas mirë me gur shmuar diamante, keni qenë në Prishtinës në Albi Mall ose në Feriza e gjeni. Alo, përshëndetje, telefonata e nashta e parafundit. Kush na telefonon? Përshëndetje. Ju përshëndes nga Lucerni, është hera e parë ose e dytë në zgabosha që bëj telefon. Kush na telefonon? Kush na telefonon? Çenan, si je? Mirë shumë. Qysh po kalon me çat bicikëll nuk bën e mirë që ma shove. Po unë tash drejtën me thon normal biciklat tash unë i kam një seri bicikletave. A ja ke nis migra biciklës, ha? Një shtatet copa e kam një që është në bini 150 vjetë e vjetër. Shkoj e të thonë, do me thonë, ja pas ke njës më bo dhe koleksionus të i tyne? Koleksionus, la është mundën me thonë, e këta që ta është ja kom njës në elektro biciklet, jem dalë që një muj dit. O, se malet? Kogja... Malet pak, apo? Malet me? Malet pak? Ndërsta kur ti bosh mbi 50 vjetë, duhet edhe ndima e... Ja më se në top formi është e mos baj ndima e mikut. Qenan, hajde të regom të luna, a jena punëtor ajo? Shumë jem punëtor. Me të vërtet, dumi më mburës qëfar njerëz jem. Si atje si ka, po, si thatë më parë, ndoshta, kur nuk të respekton punë, atëherë nuk bosh punëtor. Unë ku jam këtu, jam që 20 vjetë me një firmë gati, jem konë 2 shqiptarë, jem bo 18 shqiptarë jem bo. A di shka të shefi? Çka thotë? A ki hala punëtor sikur ju që jeni? Ja, s'ka thoj, ata ju nalë në Kosovë janë të punu, se do të me qua dhe kitë vend për para pak. Po, mendoj ashtu, a më punëtorin e mirë e lypë si cili. E vërtet është. Po thonë, vishti po thu si popull, na si njerëz jemi punëtor. Nuk i pritojnë a punës. Kur të respekton, kur të si thojmë nash, kur të shqip, ta jep hakin, atëherë ti as nuk priton me shkum punë. Unë s'jam dakord me para folsin në Gjermaninë, është janë demela, ama këtu s'ka problem. Nëse se ai ka pak me sarkozëm. Po jashtë toksori lëshon do. Ai tha për vete, jo për tjerë. Ai tha për vete, unë me mujt asë dhe kisha lënë si isha marrë me të hiç. Po, i kisha thonë ditën e mirë. Me vërtet kur respekton, nuk tin hak aty dhe bën punën me vullnet.
shumë punëtori. Okej. Na përshëndesim ty më shumë se domethënë s'kena komo, po e shoh që s'kemi komo me marr telefonata tjera, mendova që mundna me marr një telefonat fundit, po ja që kaq ishte për sot. Faleminderit shumë secilit prej juve që jeni pjesa më e mirë e këtij emisioni. Faleminderit për telefonatat. Vazhdoni mundeni me dëgju Glam Radio në 88.6 ju qeni këtu edhe 102.0 ose glamradio.fm. Faleminderit shumë edhe Zot Kosova që gjithmonë na vin me pije dhe me ushqime të shëndetshme me linjën e tyre të mrekullueshme që e gjeni në çdo market të Kosovës. Pak shaka kemi bë me cimin, ndoshta na keni marrë për të keq. Urime festën krejt punëtorëve kudo që të janë. Mesazhi që kisha dashur me dhon për secilin prej jush është që të respektoni veten në rend të parë, pastaj të respektoni edhe vendin e punës, edhe gjithmonë të kërkoni të drejtën tuaj. Vazhdoni që ndroni me ne, jemi bashkë edhe për një orë.